Pikërisht duke mbetur te çështja e detit e cila është dërguar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag, kryeministri Edi Rama në vizitën e tij në Greqi deklaroi se kjo çështje do të zgjidhet brenda vitit, ndërkohë sipas mediave greke burimet diplomatike bënin ditur se çështja ka ende probleme teknike. Në këtë rast, a mund të përfitojë Greqia pra duke marrë pjesën e miljeve detare në raport me Shqipërinë, dhe a mund të përfitojë në kurriz të Shqipërisë duke shfrytzuar dobësim politike të Edi Ramës aktualisht, i cili ka një mal korrupsioni nga njëra anë, por edhe në këtë amullin politike siç thatë ju dhe në këtë lloj kaosi, po themi, të orientimit të vetë shqiptarëve, dhe Greqia mund ta shfrytëzojë këtë si moment? Greqia jo vetëm mund ta shfrytëzojë, po është duke e shfrytëzuar, por pikëpari dua të them që kjo teknika e hedhjes shashkave mediatike duke thënë që e kemi çuar në Hag është një teknik tani më e tejkaluar, sepse ajo që parashikon që një gjykatë ndërkombëtare të vendosi nëse shtëpia ime është e imja apo jo. Do me thënë, kjo nuk ka vend ku të rri, për mos thënë atë fjalën tjetër, dhe në labëri thuhet për të qirë me thua. Pra vjen tjetri, shkon një shtetari një vendi tjetër, i cili sigurisht që bën interesat e Greqisë, kryeministrat e Greqisë gjatë gjithë këtyre periudhave, dhe thonë që un kam pjesë në shtëpinë tënde, un kam pjesë në tokën tënde, dhe atë problem ne e çojmë tani në gjykatë. Ndërkohë që toka është e jona, shtëpia është e jona, ujërat janë tanët, dhe çdo lloj ligji ndërkombëtar e pengon Greqinë që të bëjë atë që kërkon të bëjë. Pra, është një marrje e anës ndaj shtetit shqiptar, të cilën shteti shqiptar e lejon, kush e di se për çfarë marrëveshjesh të fshehta, të cilat kryeministri jon do të ketë bërë në Athinë, sepse ai kurrë nuk shkon në për këto kryeqytetet ku e di që është i komprometuar pa pasur dorën, pa lypur me dorë me të dyja duart, në fakt. Ai ka shkuar për të lypur diçka. Mos harrojmë që situata ndërkombëtare, pavarësisht se në Shqipëri nuk diskutohet shumë, ka potencial për të pasur pasoja të jashtëzakonshme në Shqipëri, sepse nuk rrezikohet vetëm ana ushtarake në gjirin persik, po rrezikohen siguria ushqimore, rrezikohen materialet plastike, përveç çmimit të naftës, i cili ndikon në ekonomi. Pra, kemi një seri pasojash të cilat të paktën dhe 6 muaj nuk hapet ngushtica e Hormuzit. Edhe sikur të ketë marrëveshje, pa 6 muaj nuk normalizohet dot trafiku në ngushticën e Hormuzit. Le që nuk jemi afër fare një marrëveshje për momentin, kështu që kemi të paktën 6 muaj, dhe në këto 6 muaj siguria ushqimore e Shqipërisë është e pagarantuar. Ne i marrim të gjitha artikujt ushqimor, duke filluar nga mielli, nga armiqtë tanë, cilët na japin krunde dhe na i shesin dy fish, por askush nuk shqetësohet për këtë. Nuk e pash që agjenda e zotit kryeministër kishte këtë theks. Nuk e pash që të kërkonte mënyra alternative për t'i dhënë bukë shqiptarëve. Pse? Sepse nuk jep llogari askujt, ka një opozitë të fjetur, një pseudo opozitë të fjetur, e cila merret me bombat Molotov, pa asnjë shkak politik, pa asnjë arsye politike reale, pa asnjë strategji politike reale, e cila është e populluar nga njerëz të diskredituar në opinionin publik, dhe cila merret me të njëjtat teknika që ka përdorur para 30 vitesh për t'i marrë pushtetin diktatorit të sodëm, por nuk ka asnjë shans për ta bërë këtë, ndaj dhe çdo gjë vazhdon si për inerci, çdo gjë duket sikur nuk mundet të ndryshojë. Unë mendoj që situata është më e rëndë se sa duket dhe se sa portretizohet në mediat shqiptare, dhe vizita e kryeministit në Greqi nuk pati asnjë lloj agjende për popullin shqiptar. Thjesht agent personale, agent që i shërben Greqisë, agent që i shërben vend ndodhjes së tij në pushtet, pra që ai të rrinë në pushtet sa më gjatë dhe t'i dalë anës problemeve që ka me spakun dhe probleme të tjera. Në këtë rast, apo luan Greqia fijet e politikës në Tiranën zyrtare, dhe në këtë rast të vetë zoti Rama
dhe a e ka futur Greqia në një farë mënyrë Shqipërinë në kurth për t'i lëvizur fjet e politikës në atë mënyrë siç mund të ketë agjendën e saj Athina zyrtare? Unë besoj që për ta futur dikën kurth duhet që ai personi ose ai grupimi ose ai populli ose ai qeveri duhet që të ketë synimin që të jetë kundër atyre që ka përballë. Unë nuk mendoj që Paria e Tiranës ka synimin të jetë kundër interesave të Greqisë. Përsa kohë që interesat e Greqisë nuk prekin pasuritë e tyre personale, pushtetin e tyre personal, as kujt nuk i bie ndërmend për interesat e Shqipërisë. Pra, nuk mund të flitet për kurth. Së dyti, Tirana zyrtare dhe jo zyrtare është një shesh betejë për shërbimet e të gjithë botës. Sikur të ishte vetëm Greqia do ishim me fat, sepse të paktën do e dinim cili është armiku jon i parë dhe i vetëm. Në Tiranë ndikojnë me dhjetra dhe qindra shtete të ndryshme. Paria e Tiranës e ka prapanicën për shitje për prursin më të parë, dhe shumë prej tyre i shërbejnë më shumë se sa një padroni, ndaj dhe nuk ka asnjë kuptim që të flasim për kurth të Greqisë ndaj Shqipërisë. Greqia ka kontrolluar Shqipërinë me shumë mënyra prej 10 vitesh dhe nuk ka nevojë të thuri kurth e Shqipërisë, sepse Shqipëria është vasal, është i nënshtruar i Greqisë tani më. Paria e Tiranës është e nënshtruar ndaj Greqisë. Në një periudhë më parshme ka pasur njerëz që merrnin para me çanta dhe u shpërndanin deputetëve. Tani nuk është më ashtu, është më sofistikuar çështja, por nuk jemi fort larg faktit që gazetarë të ndryshëm shkonin dhe thyenin pjata në Greqi dhe pastaj thirreshin për të dhënë opinione shumë të thella dhe shumë të mirë menduara pro-greke në mediat shqiptare. Ndodh ende dhe sot kjo punë. Nuk është vetëm Greqia, kemi shumë vende të cilat ndikojnë në politikën e brendshme shqiptare në mënyra të ndryshme, vende brenda Ballkanit, jashtë Ballkanit, në Evropë e të tjera e të tjera. Ajo që i mungon sot shtetit shqiptar është thjesht dhe sakt serioziteti. Na duhet një shtet serioz, një shtet që i shërben qytetarëve, brenda mundësive, sa askush nuk po kërkon që shteti shqiptar të jetë totalisht sovran, sa ai lloj sovraniteti që ndoshta e kërkonim në kohën kur ishte ish diktatori Hoxha, nuk vjen më, nuk ekziston më ai lloj sovraniteti që vendoset çdo gjë brenda për brenda, por në kushtet e reja, në kushtet e një situate ndërkombëtare të re, ne duhet kemi një qeveri dhe duhet kemi një pari, në fakt, duke përfshirë dhe opozitën, që nuk është as pak më mirë se sa kjo qeveri, e cilat mendoj për të ardhmen e shqiptarëve, e cilat vendosi për atë që na duhet sot, nesër dhe pas nesër, dhe ta bëj këtë duke pasur parasysh interesin e shqiptarëve. Kjo sot mungon, ndaj dhe kemi vende të ndryshme, përfshirë miqtan shekullor siç janë Greqia, Serbia e të tjerë, të cilët vazhdojnë dhe luajnë ku kam qefti në Tiranë me dijeninë e plot dhe me miratimin e plot të nënshtruarve të tyre në Tiranë. Si mendoni, pse Greqia nuk e heq ligjin e luftës që e mban që prej vitit 1940 në fuqi, gjë të cilën së fundmi ka kërkuar edhe vetë kryeministri Edi Rama që të hiqet, por nga ana tjetër, a ka një arsye të fshehtë që Greqia mban në fuqi këtë ligj dhe mund ta përdor në një skenar të mundshëm, pra në një konflikt të mundshëm në të ardhmen përballë Shqipërisë? Për ta thënë me një batut, dhe pastaj do ta shpjegoj edhe më seriozisht, po batuta do të ishte që nuk ka nevojë kush ti thot kones ulu, sepse konja ulet vetë, e ka mësuar vetë mënyrën se si të ulet. Prandaj dhe Greqia nuk ka nevojë ta heqë ligjin e luftës, por kjo ishte batuta. Nga ana më serioze, nga ana e analizës më serioze, çdo shtet, përfshi këtu dhe Greqia, që është një shtet i cili i merr seriozisht interesat e veta, e ruan çdo lloj arme që ka në dispozicion përkundrejt objektivave që i ka vendosur vetes. Pra, Greqia nuk ka asnjë arsye kur ka përballë një pari të nënshtruar, kur ka përballë një pari të kapur, të cilën e ka blerë dhe shitur me 10 herë, kur ka përballë një opozitë e cila është gati të thotë që ne shkruajmë prapë marrëveshjen e detit vetëm na sillnin pushtet. Kur ka një kryeministër që i ka ministrat grek një pjesë të tyre kushëri të largët, kur ka një lloj depërtimi kaq të thellë të shtetit
me të cilin teorikisht është në konkurrencë, nuk ka asnjë lloj nevoje që t'ja heqi armët vetes. Askush nuk shkon në luftë dhe duke u ndier shumë i fortë e heq shtytën. Shtyta le të rrijë, shtyta le të jetë, sepse në çdo rast mund të ndryshojnë situata dhe mund të duhet. Ndaj dhe Greqia nuk ka për ta hequr ligjin e luftës me Shqipërinë. Kjo do të ishte arsyeja e parë. Arsyeja e dytë është që përkundër asaj që pretendon qeveria greke, jemi ne shqiptarët të cilët duhet të kemi jashtëzakonisht shumë pretendime, sepse Greqia ka dy probleme themelore. Është një nga antarët themelues të Bashkimit Evropian, pra ka nënshkruar gjithë to kartat e të drejtave të njeriut, që janë, më falni për shprehjen, kur vjen puna tek interesat kombëtar bëhen si letër higjienike, por Greqia nuk njeh asnjë lloj minorance brenda për brenda. A mendoni ju realisht që gjithë ata gati 1 milion shqiptarë që kanë emigruar gjatë viteve nuk janë minorancë në Greqi? Nuk i njeh Greqia këta. Greqia është një vend i pastër, 100% grek, sipas qeverisë greke. Ky është një problem themelor, pas kush nuk e vendos në dukje. Kush t'ja vendos në dukje? Ata që mund t'ja vendosnin në dukje nuk lejohen asnjë në Shqipëri. Pra ky është problemi i parë që ka Greqia. Kurse problemi i dytë që ka Greqia është problemi i pronave, se duke qenë një vend i Bashkimit Evropian, ka marrë ca angazhime përpara Evropës dhe pasuritë e banorëve të Çamërisë, shqiptarëve të Çamërisë, pasuritë e tyre janë vjedhur praktikisht nga shteti grek dhe nuk njihet as si çështja çame. Partitë që merren me çështjen e Çamërisë në Shqipëri janë dhe ato, për ta thënë me gjuhën popullore, cop, janë bërë gjitha pjesë e Parisë së Tiranës dhe shohin më shumë se si të përfitojnë vetë kryetarët e tyre se sa të merren me çështjen e Çamërisë. Dhe çështja e Çamërisë ka ngel jetime, po pavarësisht se çështja ka ngel jetime, shqiptarët nuk e harrojnë dhe është një nga problemet që kërkon zgjidhje. Është një problem që ndoshta kërkon dhe zgjidhje përtej marrëdhënieve dypalëshe, zgjidhje ndërkombëtare, sepse Greqia ka disa dekada që nuk jep shenja të një vullneti për të zgjidhur këtë çështje dhe mendon se me kalimin e kohës kjo çështje do të tejkalohet. Mirë, por nuk mund të tejkalohet. Sigurisht që mos prisni që këtë çështje ta ngrej kryeministri shqiptar, mos prisni që në parlamentin shqiptar të jetë kryetari i opozitës i cili të thotë që kjo është një tradhti kombëtare, si shkove ti në Greqi dhe nuk përmende Çamërinë. As pak. As mos prisni as që kryetari i partisë Çame ta thotë këtë në parlamentin shqiptar, sepse këta janë gjithë të blerë, të shitur. Ta shohin vetëm xhepin e tyre, paratë e tyre, bizneset e tyre dhe një njeri që shitet për para dhe që nuk ka asnjë lloj ideali është jashtëzakonisht lehtësisht i kontrollueshëm. Ky është problemi kryesor dhe këto janë problemet që duheshin diskutuar, por sigurisht që askush nuk dëshiron që t'i ngrej.